Të paktën 12 banesa dhe 10 objekte biznesesh rrezikojnë të shkatërrohen nëse lumi i shkumbin del nga shtrati. Rreshjet e ditëve të mëparshme kanë dëmtuar argjinaturën dhe shtratin e lumit duke gërryer tokën, duke rrezikuar në këtë mënyrë të marrë parash shtëpitë e banimit që ndodhen në zonën e njohur industriale në Librazh. Shirat e fundit dhe dalja nga shtrati e lumit Shkumbin kanë dëmtuar kështu argjinaturën, por pranë lumit Shkumbin ndodhen disa familje, por kryesisht më shumë janë biznese. E vetmja masë që është ndërmarrë të paktën deri në këto momente është të devijohet rrjedha e lumit Shkumbin për të shpëtuar kështu shtëpitë dhe bizneset pranë tij. Banorët në afërsitë të Shkumbinit kanë braktisur banesat dhe janë strehuar ku të mundin, disa nëpër makazina jo shumë larg zonës, për shkak të pamundësisë financiare. Merë plaçkat dhe ziri që këtu dhe gjenë vend me qera lartë. është kaq. Qeran ku që përdu? Qeran të një të shohën, kush di unë, kush dhe pagunë, unë s'kam në gjeni, unë s'kam as lek, as buk, as i gja fare. Unë jam 7 rëbë familje. Jam burë gru, jam 5 vetë, kalamaj, 5 kalamaj. Dy fadromat e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Vendor të Bashkisë Librazh po përpiqen të shmangin devijimin e rrjetës së lumit. Fonde nuk ka pasur edhe ka ngellur për gjys për ta. Lumi Shkumbin me prurët e veta të fuqishme që përshirat e rrëmbyshëm që kanë prurë e ka dëmtuar plotësisht pritën, edhe është kjo gjendje që shikohet në teren. Rrezikohen familjarët, zona industriale që janë bizneset të fuqishëm në gjithë këtë zonë, janë gati 10 biznese, dhe bashkia do të marrë masat, po do të kërkojnë dhe fonde nga qeveria, se ndryshe nuk përballohet. Për kryetarin e Bashkisë së Librazhdit, situata është e vështirë, ndërsa mundësitë për ndërhyrje të bashkisë janë të pakta. Aktualisht dhe në këtë momente që përflasim bashkë, s'kom pas asnjë lloj ndihme, kështu që bashkia vetëm me Komisionin e Emergjencës si bashki ka marrë masat e mia me qëllim që të vinë ndihmë të banorëve. Se përveç zonës industriale janë dhe familje që jetojnë në këtë zonë. Në qarkun e Elbasanit, objektet e ndërtuara pranë Shkumbinit janë në çdo moment rreshjesh të rrezikuara nga furia e lumit.